Pavarësisht rritjes së numrit të qendrave tregtare dhe alternativave të shumta moderne për blerje, Bitpazari vazhdon të mbetet një pikë referimi për banorët e Shkupit dhe qytetarët në mbar rajonin. Ky treg tradicional me histori shekullore ruan vlera tradicionale dhe kulturore edhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, atmosfera këtu ndryshon dukshëm, fluksi i vizitorëve rritet dukshëm, ndërsa tezgat mbushen me produkte që nevojiten më shumë gjatë këtij muajit, nga ushqime të freskëta, erëza tradicionale dhe ëmbëlsirat që nuk mungojnë në fund të tryezës gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ka më shumë vizitor gjatë këtij muaji? Po, ka shumë krahasim me vitin tjetër, jemi më shumë të angazhuar me punë, më shumë kemi punë. Kemi dhe nga shtetet tjera vi nga Kosova, nga fshatrat kënim ata për rreth, kemi shumë punë. A pak çmimet janë i qikës që janë të ngretura, janë ngret me gjithmen, ama nuk është me motë se ngrihet çmimi nga ne, për shembull madhi vjen nga jashtë, ai çmim rritet atje, derisa të viktim atan, rritet edhe këtu te ne, kështu që me u kthy nga ana tjetër, masi është dhe muaj i madh i Ramazanit, ka njerëz që nuk e llogarisin çmimin sa është, po vetë si fushtin qese. A ka dikush mendon ka qef me marr, po kur i bi krijes nuk merr. Po çfarë kërkohet më shumë nga qytetarët që blejnë gjatë këtij muaji? Po çdo gjë që hahet kërkohet. Me tashena dhe me muajin e Ramazanit, çdo gjë duhet me blej për me çu te shtëpia. Po a ka ndryshuar atmosfera këtu? A ndryshon në fakt gjatë muajit Ramazanit? Po ka ndryshuar shumë. Jemi si ku me komë një dasëm madhe. Kjo është një muaj shumë i madh, shumë i madh për ne. Po, që sa vite në fakt punoni ju? Unë jam që 30 vite në tezk. Që këtë muaj Ramazan, si sot, nuk e kam përjetu. E kam përjetu shumë dobët, buxheti o konë shumë i lisht, përsa i përket të ardhurave. Amo tash është një atmosferë jashtëzakonisht e madhe. Ndryshon jashtë ndryshon shumë. Si ndryshon puna juaj gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Gjatë muajit të Ramazanit ndryshon, pak ka frekvencë më shumë, edhe çajo është, domethënë. Pagesat, domethënë, çmimet janë pak të nota kunda vendit, ama çajo është. A vëreni rritje të blerësve më shumë gjatë këtij muaji? Po, zakonisht kemi më shumë të ditët e para në vend, masani na stabilizohet. Se kjo është gjona elementare, ushqimore. Zeshtë du të me marrë një, pa tjetër të me ushqy. Po, cilat produkte në fakt kërkohen më shumë për iftar? Po, zakonisht pemë, dhe me thonë perime, domatët, spesët, këto më shumë të kërkohen. Po, çfarë e bën ndoshta Ramazanin më të veçantë për ju si tregtar? Muaj na e presim me padurim me muajin Ramazanit, se është muaj mëshirës, e rahmetit, e bereqetit, e shpirtnisht pushojmë, edhe pse lodhemi pak në pazar, po mirësh. Domethënë edhe koha është e mirë që. A ndjehet gjallëria e Ramazanit këtu në Bitpazar? Po, shumë dihet në muajin e Ramazanit. Po, në fakt pse zgjedhni pikërisht tregun e Bitpazarit për të bërë blerje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit? Po, këtu është edhe pak, sa çmimi janë më lirë dhe këtu ka ngelur si tradicion të blehet në Bitpazar, pemë, perime, zërzavate dhe ashtu me radhë. Po, çfarë mendoni që ndryshon nga ditët e zakonshme? Koha, për shembull para iftarit më shumë ka blerje sesa në muajt të Ramazanit. Koha është. Pra mendoni se gjërat tradicionale janë më shumë këtu në Bitpazar sesa në qendra tregtare? Po, ka në qendra tregtare, por këtu ka ngel ajo si tradicion, është fiksuar në kokën e njerëzve dhe vetëm këtu dëshirojnë të bëjnë blerje në Bitpazar. Sa ndryshon puna gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit këtu në tregun e Bitpazarit? Po, si çdo vjet edhe si vjet, më shumë t'i ka blerje për pemë dhe perime, për ato gjërat elementare që ka duhet, edhe pse situata tash është pak më ndryshe, shihim që njerëzit janë pak nash me punën që ka shtu bo këtu. Në kitë shtetin tonë nuk ka të ardhura sa duhet, edhe me mundësit e vete sa kanë, edhe te kalëm edhe këtë. Po,
A bëni përgatitje të veçanta gjatë këtij muaji? Po sigurisht, po kjo është muaj më i shenjtë edhe festa më e madhe që presim, festën e Bajramit. Sigurisht. Sa vite në fakt funksionon Byt Pazari edhe prej sa kohësh funksionon? Po Byt Pazari si Byt Pazar në historinë e vet diku 500 vjet ndoshta edhe më tepër kështu, është një ndër pazarat më të vjetra edhe këtu në Ballkan. Edhe ka traditën e vet, edhe shijen e vet, si çdo herë. Këto Ramazani ashtu, sa herë shijo tu pazari e ka shijimin e vet. Po, a bëhet më e gjallëruar Byt Pazari këtu në gjatë muajit të shenjtë Ramazanit? Po këtu jemi 100% gati se musliman, patjetër, po. Është gjallësa shifët evidente, shifët kështu. Sigurisht, kur janë edhe koha e iftarit, është kështu frekuenca më tepër e njerëzve këtu. Po, çfarë preferojnë ndoshta që të blejnë qytetarët më shumë gjatë këtij muaji ose para iftarit? Pemë dhe perime, pemë perime, ashtu laungje, ç'është pak është koha më e ftohtë, është pemë perime më tepër. Pse zgjedhni pikërisht këtu Byt Pazari me ardhmë me Se blej Byt gjatë Pazari është më i lirë, ka shumë gjona se në gjëshna për pilara. E në jenë këtë mira. Para që kjarë, lonë është më e mira që ka më të mira e në pak më shtrenda më super jenë. Po, a ndjehet atmosfera e Ramazanit këtu? Po. Të shte Ka gjallëri më shumë gjatë Ramazanit? Ka. Po, çfarë preferoni ju, çfarë blejni më shumë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit? Ma shumë ti pemë, po hamë. Se kështu që të është grosh s'kina me hungër, pak mish me hungër. Byt Pazari në këtë kohë, në këtë muaj të shenjtë Ramazanit nuk është vetëm një qendër tregtare, ai shndrohet një hapësirë takimi ku ruhet fryma, solidariteti dhe bashkimi, duke reflektuar vlerat kulturore, shpirtërore që sjell Ramazani. Por atmosfera nuk ndalet vetëm tek tregtia. Në zemër të qarshis, organizimet dhe aktivitetet e planifikuar nga Esnafi po japin këtij muaji një dimension më të gjerë kulturor dhe shoqëror. Organizimet janë të njëjta të cilën ne i bëjmë çdo vit, përveç se mund të kemi një ndryshim të vogël me iftarin tradicional që i bëjmë sofrën e iftarit që e shtrojmë në mes për musafirët tanë, për shkaqe të cilën kemi një kohë të ftoftë dhe mjetet të cilën janë të dame për këtë çështje, për këtë iftar, do të dedikohen për një qetër humanitet, ta themi, ndoshta do të jetë brenda shtetit dhe ndoshta edhe jashtë shtetit. Po aktivitetet të tona të cilën ne i kemi si vijojnë janë si shtrormi i iftareve të çdo ditë, si sofra e iftarit me Esnafin të cilën e kemi filluar që ka vite e kemi si traditë. Ne si Esnaf kemi marrë një vendim të cilën kemi thënë kështu shumë me fjalë të shkurta, çdo aktivitet që ka ndodhur dhe që kemi has në qarshinë e vjetër të cilën është e mirë, nuk e kemi bërë dytësore, po vetë që kemi bashkangjit këtive projekteve të cilën kanë qenë. Si themi, ne nuk kemi bërë diçka të re, po vetë që kemi bashkangjit dhe kemi rritën mundësinë dhe e kemi dekoru dhe e kemi zbukuru me mirësi tjera. Në qarshi kemi projekte, tash jemi muaj në bekuar se themi, dhe kemi iftarit të cilën duhet të ndajmë me nevojtarët, me kalimtarët e rastet, me studentët të cilën janë në kalim dhe kanë këtu mbrapa neve ku gjendet kjo lokali dhe mund të shërbejnë me ushqime të cilën i ofrojmë të freskëta, ata të cilën e hajmë ne, e hajnë edhe ato që kanë kalimtarët e rastit, mos ta them. Për ndryshe, mbas iftarit, në kohët e vona kemi pjesën e lartë të kafiqave, të restoranave, të cilën ofrojnë një mbrëmje për të rinjët, për të kaluar një kohë mbas iftarit dhe mbas namazit të taravive, ku aty është pak më vonë, kemi me punë, mund vazhdojmë deri në 12 natës dhe këta janë para shumë gjitha pikat e cilën ne i ofrojmë momentalisht në qarshi. Për ndryshe, gjatë ditës është normal një fluks i njëjtë dhe i ngjajshëm me dita tjera. Bëjmë punën, bëjmë gjitha henget, ndriqimin
e kemi rregulluar në përçarshi që të ketë një atmosferë pak më interesante dhe këto janë pak a shumë këto aktivitetet të cilën mund të them që i kemi ne në çarshinë e vjetër të Shkupit. Po si e përshkruani atmosferën në mbrëmje gjatë këtij muaji? Si them, është një kënaqësi që duhet ta përjetoni, se me fjalët e mia ndoshta nuk mund ta çelloj, po është një kënaqësi kur i shef gjitha të rinjtë, më shumë të cilën mbas iftarit duan të bëjnë hecen, duan të harxojnë pa kalorit të cilën i kanë konsumuar gjatë iftarit. Dhe është një bukuri e madhe ku ndriçimi është mirë, përplot me njerëz, çdo rrugis të cilën të hecin, po është një fenomen të cilën dyqanet janë të mbyllura, po ndriçim ka dhe edhe atmosferë ka të mirë. Është atmosfera më e mirë në dy rrugicat lart neve të cilën gjenden, ku atje e dëgjon zonin e të rinjve, bisedat, ai vullneti i madh, është një kënaqësi ku mundohen për pak orë ti mbarojnë gjitha ato bisedat të cilën i kanë gjatë ditës që janë taku. Si thotë ne, biseda më e mirë është kur me mikun je në kafe, edhe ajo është atmosfera të cilën e kemi në çarshi. Po sa po ndikojnë këto organizime në gjallërinë dhe ekonominë e çarshisë? Them drejtën, deri tash nuk kemi pas ndonjë aktivitet anësor përveç se nga organizuar nga esnafi. Kemi pas disa organizime nga komuna e Çajirit të cilët ka organizuar në sheshin Skënderbeu, tek sheshi Murat Pasha, po i mungojnë ku na duhet një dorë ma e fuqishme se ne esnafit të cilën jemi, falni, ku do të ringjallë me një bashkëpunim të përbashkët, ku në të kaluarën kemi, në të ardhmen besat, në të ardhmen kemi disa informata të cilën do të bëhen disa organizime pak a shumë më të organizuar nëpërmes esnafit dhe komunës Çajirit, ku do të mendojmë mirë për të bërë diçka që më e madhështore që është që të kemi një sen më interesant, po nuk do ta shpalos për njëherë pa e precizuar më mirë, për të arsye se pak a shumë mos paragjikojmë, për të arsye se nuk dihet se mos të ndryshojnë momentet e mos tjetë një intervistë që ne kemi dhënë edhe nuk do ta plotësojmë. Është pak problematike për veten e kam që një fjalë që do ta japim do ta mbajmë. E mos ta përgjysmojmë atë aktivitet, do ta lëmë për më të tjerë, nëse s'është problem. Sa janë të përfshirë tregtarët dhe bizneset në fakt në këto organizime? Sinqert do t'jam. Nuk jemi qenë shumë. Po kem fillu, që është një e mirë, kem fillu, jemi vedisu me disa çështje të cilën ndoshta nuk ka pas organizim, ta them të mirë, apo diçka nuk ta them, po problemi që kanë fillu ta kuptojnë edhe bizneset në çarshi që gjenden, po edhe jashtë çarshisë, të cilën e kanë dëgjuar për këto aktivitetet tona, dhe janë mikpritës në këtë drejtim dhe kanë fillu kështu që me të mirë, me të madhe ta përqafojnë këtë aktivitet. Po më parasysh çfarë aktivitete bëjmë ne si shoqatë e esnafeve, është vendu një farë besimi në këtë shoqatë dhe nuk largohen nga aktivitetet që bëjmë ne në çarshi. Po çfarë e bën çarshin më të veçantë gjatë kësaj periudhe se sa periudhat e tjera gjatë muajve të tjerë? Nuk mund t'i ndaj. Për arsye se esnafët e çarshisë mund të them që janë të njëjtë. Janë përbes të njëjtë, janë si në ditë jashtë Ramazanit dhe edhe në Ramazan, përveç se këtu që pak është ajo ndjesia për humanitet më tepër, ndjesia për të ndihmuar dikuna një të mirë edhe për ta bërë barabar me njëri tjetrin. Çarshia ka qenë zemër e hapë të gjithë. Çarshia ka qenë një shpirt i madh i këtij Shkupit, të cilën shumë aktivitete ka shty. Mund të them që edhe në kaluar, po edhe tash, esnafët e çarshisë kanë ngritën në nivelet si të arsimit, si të humanitetit, si ndihmat, gjithë i kanë përkrah. Po ne jemi dyqangji, ne jemi biznes të cilën nuk kemi qef të manifestojmë, edhe nuk duhem të ofendojmë asnjë tjetër, përveç se kemi qef të veprojmë dhe të punojmë në heshtje, ku është një çështje të cilën edhe profetët na
na kanë konsideruar edhe na kanë sugjeruar që një të mirë nëse e bën ta mshefësh mos ta bëj shumë publike. Këta e kanë esnafët, nuk manifestohen shumë, edhe ndoshta mund të ketë ndonjë fotografi tjetër, po fotografia është ajo të cilën e them gjithmonë që është e bukur, nuk është e vrashta. Në një kohë kur ritmi i qytetit ndryshon, Bitpazari dhe Çarshia mbeten dëshmi se tradita vazhdon të jetojë dhe pikërisht gjatë Ramazanit kjo frymë ndihet më qartë se kurrë.